Edhe përkundër këtyre vështirësive, prap se prap, i kemi në muajin qershor të vitit 2024 118 martesa të shkatruara. Do më thonë 118 divorce. Unë po pres ti që jetu dëgju me thirrë dhe më na tregu çka po mendon që po ndikon në rritjen e numrit të divorceve. Unë personalisht jam pak konservatore. Ata që më njohin e din që si sociologe mendoj që duhet me e dhënë maksimumin për ta ruajtur familjen. Veç mas kur në atë familje ka fëmijë. Edhe ndonjëherë mendoj që çifti nuk po bën mjaftueshëm për ta ruajtur martesën. Nuk po e sheh si një begati familjen. Edhe më duket sikur ka nevojë pak për ma shumë pozitivitet në mes të bashkëshortëve. Ka nevojë ma shumë me arsyetu mendimin e njëri tjetrit. Ka nevojë mos me qenë shumë të frustruar. Më kujtohet shpeshherë një thënie e plakave, më pëlqejnë shumë thëniet e pleqve, i kom dash gjithmonë edhe vazhdoj me i dashur edhe me i çmu, sepse me të vërtetë janë një thesar. Kur kanë thonë, për disa gjana do të me bë apo e spash, a njeve s'njeva. Kjo doket një diçka që nuk qenë shumë pesh, po më besoni që ka shumë rëndësi. Njeriu në situata të caktuara duhet ndonjëherë t'i mbyll syt, qoftë burri, qoftë gruaja. Po dhe në raste të caktuara është mirë edhe mos me i dëgju dhe gjana. Nuk është patjetër me dëgju gjithçka. Njeriu përderisa është qenie njerëzore, nuk ka mundësi të jetë i përkryer, sepse ka mangësi. Ne e dim që edhe në aspektin fetar njerëzit janë gabimtar. Zoti na përshkruan si gabimtar. Edhe përderisa jemi gabimtar, kjo do të thotë që edhe në raport me bashkëshortin ose bashkëshortën mund të gabojmë.